Surja El Kiame, Mekase, 40 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem në ditën e Kiametit. Betohem në shpirtin qortues. A mendon njeriu se nuk do të mund t'i mbledhim eshtrat e tij? Po, si jo? Ne jemi të Zot t'ja ribëjmë bashk me përsosmëri edhe majat e gishtave të tij. Por njeriu dëshiron të gaboj sa të jetë gjallë dhe pyet: kur do t'jetë dita e Kiametit? Por kur syt t'i verbohen dhe të zihet hëna dhe dielli e hëna të bashkohen, atë ditë njeriu do të thotë: ku të iki? Askund, s'ka stre. Atë ditë streha është te Zoti yt. Atë ditë njeriu do të vihet në dijeni për veprat që ka bërë dhe për ato që ka lënë pa bërë. Po, vërtet që njeriu do të dëshmoj kundër vetëvetes, edhe sikur të paraqes shfaqësimet e veta. Mos nxito, o Muhammed, në leximin e Kuranit me gjuhën tënde. Ne e kemi për detyrë t'i mbledhim pjesët e tij e ta lexojmë atë. Dhe kur ta lexojmë atë, ti përcille leximin e tij. Pastaj e kemi ne për detyrë ta shpjegojmë. Por ju doni këtë jetë kalimtare, e për jetën tjetër nuk kujtoheni. Atë ditë disa fytyra do të shkëlqejnë dhe Zotin e tyre do të shohin, kurse disa fytyra atë ditë do të jenë të zymta, duke e ditur se do të pësojnë një fatkeqësi që të fyhen në mes. Por kur shpirti të vijë në gryk e të thrasin: a ka shërues? Atëherë ai që po vdes do të bindet se ky është çasti i ndarjes dhe këmbët do të ngrinë. Atë ditë ai do të sillet te Zoti yt. Ai as nuk besoi dhe as nuk u fal, por e mohoi të vërtetën dhe ja ktheu kurrizin. E pastaj shkoi te njerëzit e vet duke u krenuar. Mjerë për ty! Mjerë për ty! Sërish mjerë për ty! Mjerë për ty! Val, a mendon njeriu se do të mbetet pa përgjegjshmëri? As ka qenë një pikë fare që derdhej, pastaj u bë droçk gjaku, e më pas Allahu e krijoi dhe i dha formë e për masa të caktuara. E prej tij bëri çiftin, mashkullin e femrën. Val, ai krijues, a nuk ka fuqi që t'i ngjall të vdekurit?